Si shfaqen lidhjet e Enverit me Titon? Shfaqen për të na afruar më shumë me Jugoslavët në çdo pjesë të jetës, apo kjo ishte një lypje sa për të zgjidhur disa gjëra tona për një kohë të caktuar? Në libër, unë jam referuar shumë librave që kanë studiuar këtë periudhë dhe shumë dokumenteve, sigurisht edhe kam qëndruar shumë strikte këtyre dokumenteve, në kujtimet e shumë personazheve të asaj kohe, duke se Stalini nuk ishte shumë interesuar për Shqipërinë. Dhe Titoja ishte në një farë mënyrë i dërguari i Stalinit që të merrej me Shqipërinë. Madje edhe ai propozimi i atëhershëm që ne të bëheshim një shtet, një republikë e Jugosllavisë ishte pikërisht ideja e Stalinit. Sepse Stalini nuk donte ndoshta të merrej vetë me Shqipërinë, me këtë vend të vogël në jug të Europës, dhe ja kërkoi këtë Titos që merri këta, futi brenda teje dhe udhhiqi ti. Pra, sepse gjatë gjithë kohës është thënë që Enver Hoxha donte që ne të na bënte Republikën e Jugosllavisë, por në fakt ishte pikërisht ideja e Stalinit, dhe në momentin që ata u grindën, ai u nda me Titon, ata patën mosmarrëveshjet e tyre, atëherë u prish edhe ky projekt që ai kishte. Kemi shpëtuar ne për fije të Perit pa na pushtuar Jugosllavia ashtu siç duhet, apo na pushtoi edhe? Këtë nuk mund ta them, megjithatë nëse se ne do të na vinte një e keqe nga Bashkimi Sovjetik, unë mendoj që do të na vinte nga Jugoslavia, dhe mendoj që kjo ka qenë arsyeja se pse Enver Hoxha ka pasur frikë Titon. Unë mendoj që Enveri kishte më shumë frikë Titon se sa Khrushovin. Sepse në qoftë se Khrushovi do na bënte diçka, do na bënte nëpërmjet Jugosllavisë, dhe ka qenë pikërisht momenti kur ata rikthyen marrëdhëniet me njëri tjetrin. Atëherë kur Enver Hoxha shpërtheu, madje pati edhe disa letra dërguar Khrushovit që nëse i lexon dhe nëse lexon librin e shef atje që ka dalë nga vetja dhe thua sa i guximshëm që shkruan këto gjëra, një udhëheqësi kaq të madh siç ishte Khrushovi, ishte udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik. Të gjithë janë udhëheqës shumë të mëdhenj në botimin e librit, në krahasim me Enver Hoxhën, me udhëheqësin ton shpirtëror. Si shfaqet Enveri me Stalinin? Për shembull, kur e sheh gjuhën e trupit në videot e vjetra ose në foto, duket i mrekulluar, është gati duke shkrirë nga ato takimet që ka bërë. Mendoj se kështu do të ketë qenë, sepse unë edhe në libër e kam përmendur që Enver Hoxha ishte... Është normale, se s'ka ndonjë gjë, shumë njerëzore është në fundit. Sigurisht është normale, duke marrë parasysh edhe pozitat tona, ne ishim një vend i vogël, shumë i varfër, shumë ekstremisht i varfër, përpara një superfuqie. Dhe unë kam përmendur edhe në libër që Stalini ishte muza politike e Enver Hoxhës. Mua më dukej, të paktën nga ato që kam lexuar dhe që kam parë, që Enveri donte ta imitonte atë në çdo gjë, në mënyrën se si ai udhëhiqte Bashkimin Sovjetik, në vendimet apo në veprimet që kishte bërë. Madje në shumë gjëra Stalini e kritikonte në atë kohë Enverin. Për kooperativat, për shembull, ka qenë një pikë që ai ka kritikuar. Edhe për aspektet të tjera të jetës së përditshme. Ai thoshte jo, çdo gjë që funksionon në Bashkimin Sovjetik mund të funksionojë edhe në Shqipëri. Megjithatë Enveri duke i bindur që do të bënte kështu. Ata u takuan me njëri tjetrin 6 herë. Takimi i fundit ka qenë në prill të 51-shit. Por në atë kohë Stalini kishte pësuar disa goditje në tru dhe ishte bërë më menefregist, më i pa interesuar dhe fliste kryesisht për gjëra si përfaqësore. Vetë Enver Hoxha në kujtimet e tij e ka theksuar këtë që Stalini nuk ishte shumë interesuar për Shqipërinë, ndoshta edhe për shkak të sëmundjes së tij. Megjithatë, pavarësisht sëmundjes së tij, ai pati një hije shumë të rëndë. Tek ne tek Enver Hoxha po dhe tek bashkëpunëtorët e tij shumë të ngushtë, tek njerëzit që i shërbenin, tek njerëzit që kishte shumë më afër, edhe tek fëmijët e tij. Nuk e di nëse i ke lexuar kujtimet e vajzës së tij dhe ajo e përshkruan. E cila ka ndruar jetë vitet e fundit. Po, dhe unë kam cituar në disa momente edhe atë vetë, sepse ajo ka qenë dëshmitare shumë momenteve kyçe. Kështu që nuk kishte si të ndodhte ndryshe që Enver Hoxha të mos ishte aq i përulur ndaj Stalinit. E ke parë atë intervistën e vajzës së Stalinit që është në një cep, janë duke e pyetur, edhe ka një tavolinë në krah të saj, edhe sapo e pyet gazetari Stalini merr gjërat, acarohet, nevrikoset, boll me këtë, më keni nxirr jetën, është shumë e bukur. Si ka një emër Stani vajza me jo, nuk më kujtohet tani. S'ka problem. Po acarimi i saj për cilën ajo ishte thirrur për të bërë intervistën, është shumë i bukur dhe shumë njerëzor,
boll me këtë fakt se më është nxirr jeta nga... Ata u kanë vuajtur literalisht në fakt nga Stalini, kështu që dhe jo vetëm nga ata që e pyesnin për këtë, po dhe nga raportet që Çfarë bënte, çfarë fliste Enveri me Stalinin? Keni arritur ta kuptoni nga bisedat ose nga kujtimet? Unë kam folur edhe me njerëz që kanë qenë në delegacionet shqiptare. Ashtu? Siç ka qenë general Rahman Parlaku, ai ka qenë i pranishëm. Edhe madje dhe ai e ka theksuar këtë përuljen e Enver Hoxhës përballë figurës së Stalinit, po kryesisht marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik edhe me Jugosllavinë kanë qenë mbi nevojën ekonomike që ne kishim. Ne kemi qenë shumë të varfër dhe ne prisnim në një farë mënyrë bukën e gojës nga ata. Nëse ata një superfuqi si Bashkimi Sovjetik, Jugosllavia, po më vonë Kina nuk na mbante, ne nuk mbaheshim dot, sepse ata që e kanë jetuar atë kohë e dinë se çfarë ndodhi në Shqipëri pas izolimit total, kur ne u prishëm edhe me Kinën dhe çfarë ndodhi ekonomikisht. Bisedat mes tyre kanë qenë pikërisht me bazë ideologjike, kryesisht ekonomike, për çështje të sigurisë, për pastrimin e ushtrisë, pastaj nga elementet pas prishjes me Jugosllavinë, sepse në takimet e para ka qenë i pranishëm edhe Koçi Xoxe. Dhe kur Enver Hoxha filloi të takohej me, mbaj mend që takimi i parë ka qenë 47-ën me Stalinin, atëherë kishim filluar të kishte probleme në marrëdhëniet tona me Jugosllavinë, edhe Bashkimi Sovjetik gjithashtu, dhe ka pasur një xhelozi nga ana jugosllavëve për sa i përket vajtjes së Enver Hoxhës në Moskë për të takuar. Se rruga e Tiranës për të shkuar në Moskë do të kalonte nga Beogradi, kështu që kjo ishte situata. E bukur shumë. Gjon Boriçi thotë që e keni parasysh, njëri thotë që edhe gosht merrnim nga Kina. Çdo gjë, edhe ajrin. Vetëm se e kanë të ndotur sot. Pse keni zgjedhur këtë periudhën 53-61? Më afashinante apo? Ta thash pak më parë, është periudhë shumë e dëndur diplomatikisht. Qëllimi im ishte ky, që unë jam gazetare, nuk jam historiane. Jam një gazetare apasionuar pas historisë dhe u mundova që ta shoh këtë periudhë nga ana gazetareske. Siç do doja të shihja për shembull një periudhë sot. Një 5 vjeçar apo një 10 vjeçar. Kisha shumë kuriozitet të shihja se si bëhej diplomaci në ato vite, në diktaturë, dhe zgjodha këtë sepse kjo ishte shumë e dendur diplomatikisht. Është shumë interesante të shohur cila është gjuha e përdorur në letra, në telegrame, ndonjëherë ti edhe habitesh që nuk është ajo që ti prisje. Ndonjëherë habitesh me guximin e tepërt. Për shembull, ne kishim përfaqësues diplomatik në të gjitha vendet. Domethënë kishte një boshtit komunist. Po, kishte një organizim të mirë, të centralizuar sigurisht, po pavarësisht se ne bënim sikur i kontrollonin vetë ata, në fakt ata e kontrollonin dhe Bashkimi Sovjetik. Për ne. Kështu që është një periudhë shumë interesante nga ana diplomatike dhe ky ka qenë qëllimi im, të shihja se si bëhet diplomaci në diktaturë. Kërkesat kanë qenë gjithmonë për ekonominë, apo edhe për ejani këtu, merrni çfarë të doni, çdo hapësirë shqiptare është e juaja? Kudo ku ka një ushtarak shqiptar duhet ketë edhe një rus ose një këshilltar në ministri. Si ka qenë situata? Kjo ndodhi pastaj. Flas për rusët në këtë. Kjo ndodhi më pas me bazën e Pashalimanit, kur ata patjetër dërguan njerëzit e tyre sepse na dhanë në ndecet e tyre, domethënë na furnizuan me gjëra që ne nuk i kishim. Por këto ishin domethënë çështjet kryesore, ekonomia, ushtria, ata patën njerëzit e tyre edhe në fabrika, në uzina, gjithandej në jetën tonë të përditshme. Në shtëpi. Domethënë kur shihja ndërhyrjet e ambasadorit sovjetik në për dokumenta, më kujtohej edhe realiteti i sotëm në Shqipëri. Ambasadori i Bashkimit Sovjetik në ato vite ishte po aq i rëndësishëm sa ambasadori ishte edhe të Bashkuara të Amerikës sot në vendin tonë. Gjithmonë ka qenë një ambasador i rëndësishëm. Gjithmonë ka qenë një person mbi grada. Të cilit i peshonte fjala. Si mbyllet lidhja e Enverit me Jugosllavinë ose me Titon? Si shfaqet kjo gjë? Domethënë hidhet poshtë çdo gjë? Mund të plaste një luftë me Jugosllavinë? Çfarë ndodh? Ne i kemi dëgjuar ose i kemi parë që ka pasur disa kërcënime edhe nga ana e Enverit, ato fjalimet e tij me atë gishtin drejtuar Titos, mos luani me zjarrin e ande këtij. Do ju thaj liqenin e Ohrit. Me thënë disa kërcënime që në një farë mënyrë kur i sheh sot, mua më duken pak teatrale, nuk e di se si të duken ty në pozicionin tënd, po mua kështu më duken pak teatrale, nuk mendoj që Jugoslavia ka pas qëllim të pushtojë.
Të merrte edhe një republik tjetër. Ta thash ishte komplet ide e Stalinit edhe në atë kohë kur Tito i kishte marrëdhëniet. Si e ngecur duket, kështu mere. Do të thënë merru ti me këta se ne nuk kemi kohë të merremi dhe nuk mendoj që Jugoslavia kishte ndërmend të pushtonte Shqipërinë. Kam përshtypjen Juli, aq sa njohun situatën që i vetmi njeri që ne na ka bërë mirë në këtë vend është Khrushovi. Mirë për ta tundur nga leqet edhe për ta thënë shiko mos mbillni domate, po mbillni patate se toka juaj është më e mirë për patatet. Duket për turizmin. Letrat e Khrushovit për turizmin janë fantastike, se si duhet ta zhvillojmë në turizmin. Janë bërë takime të shumta me Khrushovin para se të vinte këtu, gjatë kohës që erdhi këtu edhe më pas, apo kanë qenë thjesht standarde? Ai ka qenë këtu në 59-ën, vizita e tij. U quajt një vizitë në Pallatin e Kulturës, por të madh të kulturës, më fal. U prit masivisht me këngë, me valle, me një dashuri të madhe. Ndenj goxha si kohë, nuk ishte pak. Aq sa dhe u habit pastaj kur pati reagimet agresive të Enver Hoxhës jo shumë më vonë. Për t'u habitur. Për t'u habitur, sa si ka mundësi, domethënë. Megjithatë, Khrushovi erdhi këtu dhe dha shumë mendime pozitive. Në fakt, kur i sheh sot dhe i lexon, thua që ky njeri pas ka pasur të drejtë, por Enver Hoxha në ato vite, në kujtimet e tij, Khrushovianët e ironizon, duke thënë që ky na propozonte ne të merreshim me fruta, me pambuke, me arra, ndërkohë që ne donim të ndërtonim bunker dhe të ndërtonim industrinë e rëndë dhe të mbronim vendin tonë, që në fakt nuk na hyn në punë asnjëherë. Po e thot ai, ne ju japim grur, po grurin që do ju japim ne për që të ushqeni popullatën, përpiquni ta mbillni që të shtohet më masivisht. Edhe me fruta, edhe me... Po kishte disa propozime pozitive. Edhe me konservat e thotë gjë, që kur ju merrni konserva, përpiquni që ta imitoni situatën për t'i prodhuar vet ato. A ishte Enveri stalinist i denj? A ishte i denj për të mbajtur në të njëjtën udhë fjalët e Stalinit, rregullat e Stalinit, ose për politikën si të Stalinit? Disa ditë zije kemi pasur ne pas vdekjes? Po, është ajo ulja e famshme në qendër të Tiranës. Sa ditë zije? Ne kemi shpallur 14 ditë zije. 14. Ndërkohë që vetë Bashkimi Sovjetik ka shpallur 3 ditë zije. Kaq stalinisht ishte Enver Hoxha. Ai u përpoq në fakt pas vdekjes së Stalinit, pas marsit të 53-shit. Do me thënë, goditjen e fundit fatale Stalini e pësoi në 1 mars të 1953-shit, në 5 mars u shpall vdekja e tij dhe tensioni, anksi, zija që përfshiu Shqipërinë duket se ishte më masive dhe më e madhe se sa ajo që përfshiu Bashkimin Sovjetik. Unë mendoj që Enver Hoxha i friksohej pushtetit të tij. Khrushovi pas Kongresit e 20, ku doli dhe foli për destalinizimin e partisë, destalinizimin e Bashkimit Sovjetik, i gjithë ky fjalim pasoi me largimin e gjithë liderëve të partive komuniste në shumicën e vendeve të bllokut lindor. Kjo nuk ndodhi në Shqipëri. Unë mendoj që Enver Hoxha i trembej pikërisht kësaj gjëje. Domethënë, ishte midis dashurisë për Stalinin dhe dashurisë për pushtetin e tij, sepse një lider ndryshe nga Stalini, më liberal, kërcënonte pushtetin e tij. Pra kjo ishte një ndër arsyet se pse Enveri nuk e donte Khrushovin. Unë mendoj që po. Unë besoj që nuk e ka dashur edhe më përpara, sepse ishte më diplomat, ishte më bashkëpunues me... Khrushovi nuk ishte një figurë që dukej, në fakt. Përpara se sa ai të bëhej kryetari i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik pas vdekjes së Stalinit, ai nuk ishte një figurë që njerëzit mund të mendonin se do të ishte pikërisht ai. Nuk e mendonte njeri që do t'ishte. Kishte të tjerë njerëz, Molotovi, Malenkovi, ishte Beria që ishte një njeri shumë i rëndësishëm në Bashkimin Sovjetik. Por jo Khrushovi. Dhe nuk i njoh ndjenjat e Enverit në fakt për Khrushovin. Por më pas, në këndvështrimin tim, mendoj që e kishte inat pikërisht për këtë gjë dhe sepse ai rivendosi marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik duke i thënë që është një popull shumë i madh, që unë ta lë jashtë sjetullës time. Kjo ishte logjika e Khrushovit. Më thënë, si më kërkon ti mua që të mos rivendos marrëdhëniet me Titon dhe me Jugosllavinë, kur ata janë një vend shumë i rëndësishëm i bllokut lindor.
Mua më intereson t'i kem unë, më të rëndësishme. Jo t'i ken Amerikanët apo Anglezët me të cilët Tito në fakt duhet thënë flirton të herë pas here. Kështu që kjo ishte problemi kryesor i Enverit. Mendoj destalinizimi, frika e pushtetit të tij dhe marrëdhënia pastaj e Khrushovit me Titon, që për të ishte fantazma më kërcënuese. Pas Stalinit, përse i interesonte Bashkimit Sovjetik të Khrushovit ta ndihmonte Shqipërinë? Ose të hapte xhepin ose depot për një vend si Shqipëria. Janë këto fjalët strategjike që interesonte një lidhje... Ndoshta ka dashur të ketë një dalje në detin Mesde, siç ne e kemi dëgjuar apo e kemi parë se si ata janë magjepsur nga pamja e Gjirit të Vlorës e të tjerë. Unë mendoj që ata prandaj investuan aq shumë edhe në Pashaliman, se ata nuk ishin budallenj. Do ta kërkoni Vlorën, general. Po. Elena Miljoskaja, si është ajo te filmi me Timo Flokon. Më thënë, më jep të japë, një jep strategji të japë... Pavarësisht shumica e pajisjeve ngelën këtu dhe pala shqiptare atëherë ju tregoi dhëmbët sovjetikëve. E di që borxhet tona nuk janë larg kur? Tani më thojnë që për këtë punën e borxheve. Borxhet, se ne kemi një mal me borxhe, me gjithë vendet lindore. Po borxhet me Bashkimin Sovjetik si janë? Çfarë ka ndodhur në përgjithësi? Një delegacion shqiptar i kryesuar nga Sofo Lazri ka shkuar në 89 në Moskë, pas të gjithë kësaj heshtje të madhe, prishjes daljes nga traktati i Varshavës në 68 e të tjerë. Në 89 shkon ky dhe ka pasur një stepje nga ana e shqiptarëve, pikërisht për këtë arsye, sepse kishin frikë se do t'ju kërkoheshin këto borxhe dhe pala shqiptare shkoi me një pirg dosjesh në Moskë në këtë takim dhe ishin pikërisht sovjetikët ata që thanë që do t'i fshim këto detyrime që ju keni, ishin shumë të hapur për rikthimin e marrëdhënieve. Wow. Ne kemi pas shumë nevojë për ndihmë, kështu që kemi pas nevojë shumë për ndihmë. Absolutisht, edhe e patëm, për të qenë të sinqertë. Po besoj që ndihmat që janë dhënë Shqipërisë nuk ka pasur një vend që t'i japi një vendi tjetër, duke qenë dhe qindra mijëra kilometra larg. Se ti merr ndihma nga Kina dhe bën disa gjëra, po sot nuk i ke më. Ata përveç faktit që ne na jepnin ndihma ekonomike, kishin dhe kërkesat e tyre. Për shembull, një nga kërkesat e vazhdueshme të Berjas, më kujtohet, në vitet e para, ka qenë pastrimi i radhëve të ushtrisë nga personat, nga spionët jugoslav, apo nga personat që kanë pasur ndikim nga Jugoslavia në këto vite. Domethënë, ata jepnin financiarisht, po kishin dhe ata kërkesat e tyre që ishin të këtij lloji ose gjeopolitike, siç është dalja në detin Mesde e të tjerë. Por më shumë se sa qëllime gjeostrategjike apo gjeopolitike për gjeografinë tonë, më duket dashamirësia jo atyre. Dashamirësia? Edhe unë kështu e kam kuptuar. Nuk kemi kaq të rëndësishëm. Nuk kemi kaq të rëndësishëm, po ka shumë dashamirësi nga të gjithë. Edhe nga bloku lindor, hajde ndihmojmë këta të vegjëlit, se s'po jetojnë dot, nuk po çajnë dot, nuk kanë për të ngrënë. Por është dashamirësi e keqe nga ne për të çekuilibruar çdo gjë të mirë që t'i jep të bota dhe për ta amortizuar keq. Ose për ta menaxhuar keq. Unë mendoj që ata i menaxhuan keq dhe nuk i kanalizuan atje ku duhet investimet e asaj kohe. Siç ishte rasti i këshillave të Khrushovit për sa i përket, për shembull, prodhimeve industrisë së lehtë, ndërkohë që industrisë së lehtë bujqësore turizmit, ndërkohë që ne i investonim ato para në bunker, në ushtri, në tanke, në gjëra të këtij lloji. Ja u japim ne ato. Po. Nuk keni nevojë për t'i prodhuar ju këtu. Na kërkoni që t'ju zhvillojmë ekonomikisht siç duhet. Ne kishim mendjen t'i bënim atentat Tito, se ende kur Tito kishte ndruar jetë. Sa i vështirë është të bësh një botim të tillë? Shiko, ai është një botim që ka ngrënë shumë vite punë kërkimore në 6 vite të thënë. Mblidhe. Po pse duhet të mbledhësh shumë dhe pastaj të flirtosh shumë. Shiko, është e vështirë të bësh një libër për marrëdhëniet tona me Bashkimin Sovjetik, sepse nuk është ky as i pari, nuk është as i fundit. Shumë historian, shumë studiues kanë bërë libra të tillë, megjithatë vazhdimisht deklasifikohen dokumente të reja, të cilat kanë të dhëna të reja. Për shembull, në libër ka shumë dialog të deklasifikuar së fundi të Enver Hoxhës në mbledhjet me Koço Tashkon, me njerëz të tjerë
që ai i përndoqi pastaj, i preshte nga partia, i dënoi dhe siç e dim, Liri Belishova e të tjerë, që ai quante njerëzit e sovjetikëve e të tjerë. Është e vështirë sepse arkiva e Bashkimit Sovjetik, arkivat e Rusisë sot janë hermetike. Ti nuk ke mundësi të shkosh, në Moskë dhe të kërkosh atë që do. E kundërta ndodh në Serbi, mund të shkosh dhe të hulumtosh, madje mund të vijnë në dispozicion dokumenta të gjitha llojeve. Kanë shkuar shumë historianë shqiptarë në Moskë dhe ata t'i japin ato që duan ata, ato që kanë votuar ata, gjërat të njohura. Ti nuk ke mundësi për atë gjesh, unë domethënë si një apasionuar pas arkivave, vras mendjen kush e di çfarë perlash gjenden në arkivat ruse, jo vetëm për nesër ne jemi. Pas sa kohësh do hapen. Plus që vështirësia e tretë është fakti që ne jemi një vend i vogël dhe i parëndësishëm në arenën ndërkombëtare dhe ka pasur pak libra që kishin të bënin me marrëdhëniet tona me Bashkimin Sovjetik. Për të mos thënë thuajse fare, një ose dy të tillë. Nuk kanë pasur historianët ndërkombëtar interes që të merren në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik. Kështu që këto janë tre vështirësitë kryesore. Sepse është një temë e njohur, sepse arkivat ruse janë shumë hermetike, dhe sepse nuk kemi një rëndësi, një peshë të madhe gjeopolitike në arenën ndërkombëtare. Dhe tjetra, sepse arkivat tona janë të politizuara. Shumica e dokumentave, edhe të kohës të marrëdhënieve të mëhershme, edhe në kohën e Leninit, edhe ti e sheh që këto figura himnizoheshin, hiperbolizoheshin në dokumentat tona, duke i veshur me disa cilësi që ndoshta nuk i kishin në fundit. Dhe duhet të jesh shumë e kujdesshme në përzgjedhjen e dokumentave që janë të përdorshëm. Unë jam munduar që të jem shumë strikte dokumentave, të mos jap opinione nga vetja, por jo se nuk do të nxirja konkluzione. Ideja është që unë të ofroj dokumentat dhe ti si lexues nxirr konkluzionet e tua. Unë kam nxjerrë konkluzionin tim për vetë faktin që Enver Hoxha ishte stalinist dhe i till ngeli deri në vdekje, pastaj lexuesi sheh në këndvështrimin e tij gjithçka dhe nxjerr konkluzionet e veta. Ju kërkimin tuaj keni bazuar në arkivat tona apo edhe në dokumentat të tjera? Në arkivat tona, në dokumentat e arkivave ruse, arkivave të CIA-s, sepse ata kanë deklasifikuar një numër shumë të madh dokumentash dhe në një bibliografi të gjerë që jo të mosdoshmërisht ka pasur lidhje me marrëdhëniet tona me Bashkimin Sovjetik, por ka libra shumë të mirë, biografi të ndryshme, të cilat flasin hollësisht për mënyrën se si ka qeverisur Stalini, Hrushovi, marrëdhëniet e tij me antarët e tjerë të bllokut lindor e të tjerë. Më kujtohet një moment nga biografia e Hrushovit, kur ai thoshte që në një nga mbrëmjet që Stalini i mblidhte në një nga daçat e tij, ata shkonin me idenë që vërtet po shkonin, por nuk e dinin nëse do të ktheheshin. Në kaq hije të rënd kishte se mu rikthye në kujtesë ajo pyetja jote që the që Enver Hoxha i rinte i përullur ndaj Stalinit. Të përullur ndaj Stalinit rinë në gjithë, edhe njerëzit e tij më të afërt, sepse nuk e kishin të sigurt. Do të ishin apo nuk do të ishin pas darkës. Ai shumë të përullur sa kur vdiq kishin frikë të hapnin derën për të kuptuar. A ka vdekur, a ka ndodhur diçka, ra një gotë në dhomë apo? Po, ata kanë pritur thuajse gjithë ditën. Ashtu, ë? Thuajse gjithë ditën, domethënë ka qenë mëngjesi 1 marsit 1953, atëherë kur Stalini ka pësuar goditjen fatale në tru, por asnjë nga ushtarët që rinin te dera e tij, asnjë nga njerëzit e tij të afërt nuk kishte guximin të trokiste në derë. Dhe kanë shfrytëzuar shumë vonë një shërbyese që duhet të shkonte, dhe ajo e ka gjetur pastaj të shtrirë Stalinin pranë shtratit të saj me një gazetë Pravda në dorë, dhe ky ka qenë momenti ai që nga ai moment nuk bëhej më. Nuk u bë më dhe më mirë. Po. Okej. Kjo pra ky ishte Stalini. Si shfaqet Enver Hoxha ndërkombëtarisht? Është një mendim tëndin dhe ai sa e njeh ti Enverin, po edhe në bazë të këtij studimi që ke bërë, si shfaqet ndërkombëtarisht? Është ky Enveri lider udhëheqës i madh apo është udhëheqësi lider i një vendi të zakonshëm? Shiko, Enver Hoxha ishte udhëheqësi i një vendi të varfër, të vogël, të parëndësishëm siç ishte Shqipëria. Mediokër. Nuk do vendi, jo ai. Nuk do të guxoj. Jo, okay, dhe ai mund të ishte mediokër padyshim, por nuk do doja të ta thoja këtë gjë për vendin tim. Megjithatë, siç duket, shqiptarët kanë një prirje për të qenë lider global. Sepse
Enver Hoxha në ato vite, po të shohë edhe mbledhja e partive në Bukuresht, edhe më vonë disa përplasje të tij me Khrushovin që janë të transkriptuara, janë tani të deklasifikuara, të gjithë i njohin, ka pas një agresivitet shumë të shtuar dhe një mënyrë që Times në atë kohë, në një artikull, ishte në dilemë të quante trimëri apo budallëk. Do më thënë, çfarë është ky njeri që çohet dhe përballet me liderin e një vendi kaq të madh siç është Bashkimi Sovjetik, me këtë lloj guximi, dhe pyetja që ngre unë është pikërisht ishte guxim, budallëk, çfarë, apo ai po bënte gjithçka për të ruajtur veten, sepse nuk ishte çfarë të humbiste më. Për cilën përplasje e ke fjalën, Juli? Për përplasjen e Bukureshtit në 60-ën. Po ka pasur dhe përplasje të tjera pastaj në privat. Atëherë kur Khrushovi tha atë shprehjen e famshme që jam unë budalla apo ju dini të shtireni kaq bukur, sepse ju sa më pritët në 59-ën në Shqipëri me këngë me vallë dhe tani keni këtë sjellje. Që në fund të fundit nuk ka qenë një konflikt që na përfshinte ne, ishte një përplasje e Kinës me Bashkimin Sovjetike dhe sjellja e Enver Hoxhës ishte kaq agresive sa që habiti edhe të pranishmit edhe vetë kinezët, të cilët ishin protagonistët e vërtetë të ngjarjes. Do të thënë ideja është po ky nga doli. Kështu që ndoshta kishte një dëshirë për të marrë skenën politike botërore. Përulja ndaj Stalinit është e madhe, është e frikshme. Është njësoj e barabartë me përuljen ndaj Khrushovit? Nuk ka pasur përulje Enver Hoxha ndaj Khrushovit. Sjellja e tij ndaj Khrushovit nuk ngjan as pak me sjelljen e tij, shpeshherë dhe agresive. Po të lexosh letrat e 55-s, atëherë kur Khrushovi hodhi idenë e rikthimit të marrëdhënieve me Jugosllavinë, ti e shikon që gjua e Enverit në letra ishte shumë e guximshme. Saqë edhe vetë Khrushovi, kur i kthen përgjigje në letrat e tij, thotë që një sekondë, domethënë, kush jeni ju që më jepni të tilla sugjerime apo të tilla, ai jepte edhe ultimatume në letrat e tij. Pavarësisht se më pasi Khrushovi tregonte dhëmbët, ai tërhiqej dhe kërkonte ndjes. Ka pasur një hap para, 2 hapa mbrapa Enver Hoxha, edhe për shkak të kushteve ekonomike, sepse tash ne ishim shumë të varfër dhe pa ata nuk mbijetonim dot. Kështu. Cili është roli Mehmet Sheut në gjithë këto takime? Shfaqet kudo? Nuk shfaqet kudo. Është një vizitë e famshme në Moskë. Nuk shfaqet kudo. Është një dokumentar shumë i bukur në Moskë, ku shkojnë udhëtojnë me tren këta dhe nga Bukureshti nisen për në Moskë. Mirëpritja që i bëjnë Mehmetit është e frikshme. Po, patjetër. Por është Enveri, përpara se të mbyllte të gjitha lëvizjet e veta. Me Bashkimin Sovjetik, po thua? Me Bashkimin Sovjetik. Unë mendoj që figurë qendrore në atë kohë ka qenë Enver Hoxha, ka pasur disa momente, ka në libër disa letërkëmbime, disa telegrame dhe me Mehmet Sheun. Në ato vitet e problemeve tona me Bashkimin Sovjetik ka pasur një moment kur ai ishte i sëmur, i shtruar në një spital dhe nuk ka qenë shumë i pranishëm në të gjitha këto takimet. Pastaj ka pasur një letërkëmbim me Beqir Ballukun ku ai i tregon se si duhet të sillen dhe çfarë duhet të thonë me palën sovjetike. Ka qenë një nga takimet e fundit në Moskë, pra ku nuk ka qenë prezent Enver Hoxha. Kështu që ky ka qenë, por nuk ka qenë shumë rol i dukshëm, sidomos në periudhën e bazës së Pashalimanit, pastaj filloi të ndihet prezenca e Mehmet Sheut dhe në ato negociatat, sa në ndet se do marrim, sa do ngelen këtu, sa do t'ju kthejmë, gjëra të këtij lloji. Më 28 dhjetor të vitit 1918, zhvillohej dita e dytë e punimeve të Kongresit të Durrësit. Ky kongres, që u mbajt në datat 25 dhe 27 dhjetor, pati si qëllim sigurimin e tërësisë territoriale dhe vazhdimsinë e shtetit shqiptar pas mbarimit të luftës së parë botërore. Në këtë kongres morën pjesë mbi 50 delegatë. U vendos për krijimin e një qeverie të përkohshme me 14 antar. Kongresi vendosi që të formohej një plejsi, senat, si organ këshillues i qeverisë. Delegatët u shprehën për ruajtjen e pavarësisë dhe të integritetit territorial të shtetit shqiptar, për rishikimin e kufive të 1913-s dhe për paraqitjen e këtyre kërkesave në konferencën e paqes.